Kurse ligji special, çfarë bëri ligji special ta dini ju? Bëri atë që deshi Edi Rama. Ligji special për Butrintin ishte goditja me ram e një parku, se ne kemi të lehtë të flasim, të bëjmë krahasime. Unë nuk mund të them se është më i bukur në botë, por unë besoj se nuk mund të ketë një park të dytë si ai për ata që e njohin. Dhe tani, për ta glabruar, duhet të ndaje njëherë pjesën e qytetit arkeologjike në pjesën e natyrës. Të dyja kishin të njëjtën madhështi, të njëjtën pasuri për ne dhe për ata që vinë pas. Do ndashin këto që të ndërtohej gjiri i manastirit, të kapej gjiri i manastirit njërë nga qeveria, dhe të ofroheshin zonat të tjera. Por më keq shumë, ligji i hiqte shtetit, përgjegjësinë për mbrojtjen e pasurisë. Ja dorëzonte privatin në një rast unik në botë. Nuk është e vërtet as në Shtetet Bashkuara dhe në asnjë vend tjetër kjo nuk ekziston.